Jemi nga Shkupi dhe kemi ardhur në përkrahje të luftës drejt pastër të UÇK-s. Jemi këtu me gjithë vëllezërit tonë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia. A mundeni më na tregu se si po shkon protesta edhe a ka numër të madh të shqiptarëve në mesin e juj? Turma është e madhe dhe zhurma është e madhe, andaj nuk i dëgjoj shumë mirë. A mundeni më na tregu se cilat prej figurave të njohura të kombit janë mesin e juj? A keni pas mundësinë me i pa? Po, mesin e tërëve muj me veçue një prej fugëve më të dalluarave, është edhe Hoxha Fatmir Latifaj, duke u bashkangjit edhe kryebashkiaku i Tiranës, e jarot ashen për momentin më kujtohet, ishte edhe ai, ishte edhe Azgan Haklej, personazhe të cilët e njohin bota shqiptare. Kishte disa figura tjera, po dash sinqerisht më kujtohen. Turma është e madhe, zhurma është e madhe, edhe shumë dobë që dëgjoj. Cilat janë brohoritjet që po i bojnë tash, cilat nga pankartat kryesore mund t'i Përshëndimtarët UÇK thrasin speciale për drejtësi dhe lirimin e figurave të UÇK-s, si që në Hans Sheftashi e të tjerët në Krasniqi, të tjerët kërkojnë lirimin e tyre dhe drejtësinë e tyre për liri. Cili është mesazhi juaj rreth pjesëmarrjes në këtë protestë dhe a shpresoni që do të ketë lirimin e ish kryetarëve të UÇK-s? Mesazhi jonë, jemi nga Shkupi dhe kemi ardhur në përkrahje të luftës drejt pastër të UÇK-s. Jemi këtu me gjithë vëllezërit tonë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Presheva dhe Medvegja kemi pas persona. Jemi bashkangjit aty në turmave për këtë liri dhe për qëllimtarët pse turmës këtu direkt nga Tirana. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte e kalofshi sa më mirë. Falem shumë, ditën e mirë, rrugën.